Përshëndetje shikues të nderuar, jeni me edicionin e lajmeve të orës 13 në Radio Televizionin e Kosovës. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Glau Konjufca, ka pritur në takim përfaqësuesit e partive politike. Kryetari Konjufca pas takimit deklaroi se synimi i vetëvendosjes ka qenë që të arrijë të bëjë e vet me qeverinë, mirë po ata nuk e arritën cakun që kishin synuar, atëherë sipas tij vazhdojnë me planin B, që të diskutojnë me partitë politike për formimin e qeverisë. Ndryshe, seanca konstituive do të mbahet më 15 prill, datë cilën e ka vendosur presidentja Vjosa Osmani, dhe po në këtë ditë pritet që të zgjidhet edhe qeveria e re. Zëvendës kryeministra dhe ministra e punëve të jashtme Donika Gërvalla ka udhëtuar për në New York për të marrë pjesë në seancën e Këshillit të Sigurimit të OKB-s që do të mbahet sot. Në këtë seancë do të shqyrtohet raporti periodik i sekretarit të përgjithshëm të OKB-s Antonio Guterres për zhvillimet në Kosovë. Ministra Gërvalla do ta përfaqësojë Kosovën duke paraqitur të arriturat e vendit, sfidat aktuale dhe përparimet në fusha të ndryshme si sundimi i ligjit, ekonomia dhe reformat institucionale, thuhet në njoftimin e Ministrisë së Punëve të Jashtme. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian, Kaja Kallas, në një konferencë me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama në Tiranë deklaroi se Kosova dhe Serbia pa normalizim të plotë të marrëdhënieve nuk mund të ecin drejt BE-s. Ndërkaq Rama deklaroi se Shqipëria është 100% në linjë me BE-n dhe se objektivi strategjik dhe ambicioz është mbyllja e negociatave deri në vitin 2027. Mendoj që ajo që është e rëndësishme është që në lidhje me Kosovën dhe Serbin nuk mund të ketë ecuri pa normalizimin e plotë të marrëdhënies ndërmjet këtyre dy vendeve. Partneriteti për siguri dhe mbrojtje që e kemi nënshkruar së bashku me Kajën dhjetorin e kaluar është një hap që pasohet nga të tjerë hapa dhe praktikisht dialogu për këtë partneritet do të jetë një konstante e vazhdueshme e marrëdhënies sonë me Bashkimin Evropian përpara antarësimit, por patjetër pjesë e këtij partneriteti Shqipëria do të jetë edhe si anëtare e Bashkimit Evropian. Në prag të shënimit të ditës së Kushtetutës së Kosovës, gjykata kushtetuese ka organizuar aktivitetin tradicional Dita e Gjykatës së Hapur. Ky aktivitet ka për qëllim të afrojë qytetarët me këtë institucion. Gjykatën e vizitoi edhe një grup fëmijësh nga çerdhja e kryeqytetit Zizëllonjat, me çrast kryetari i gjykatës kushtetuese Nexhmi Rexhepi i njoftoi ata për rëndësinë e kushtetuesës. Ndërkohë, koalicioni i organizatave jo qeveritare ka shënuar ditën e Kushtetutës. Në këtë takim u tha se Kushtetuta e Kosovës është dëshmi e përkushtimit ndaj demokracisë dhe e të drejtave themelore të të gjitha komuniteteve. Kjo ditë nuk është thjesht përkujtim i një akti formal. Është një reflektim mbi themelet e shtetësisë tonë. Një reflektim i përkushtimit tonë për demokraci, drejtësi dhe drejtat të njerëzit, si dhe një falënderim ndaj shteteve mike të Kosovës për kontributin në ndërtimin e një shteti demokratik, të drejtë dhe të barabartë për gjithë qytetarët e vet. Është një ditë që na kujton se liria dhe demokracia nuk janë vetëm rezultati një lufte apo një deklarate, por edhe një organizimi të drejtë, ligjor dhe njerëzor të shtetit. Kjo është një ditë që jo vetëm përkujton një moment vendimtar në historinë e Kosovës, por gjithashtu shërben si një kujtesë për rrugtimin e vazhdueshëm drejt drejtësisë, barazisë dhe lirisë për të gjithë qytetarët e Kosovës. Kushtetuta e Kosovës qëndron si një dëshmi e përkushtimit tuaj ndaj demokracisë dhe shpalljes së lirive themelore. Ajo është një dokument i gjallë që mishëron vlerat që udhëheqin këtë shtet. Kushtetuta juaj është një udhërrëfyes drejt një shoqërie ku të gjithë qytetarët, pa marrë parasysh etninë apo prejardhjen e tyre, kanë të drejta dhe mundësi të barabarta. Në emër të Këshillit të Evropës, dëshiroj të shpreh mirënjohjet tona të sinqerta për përpjekjet e vazhdueshme të institucioneve tuaja në avancimin e këtyre shtyllave thelbësore të qeverisjes demokratike dhe të njohë rolin e rëndësishëm që luan Kushtetuta e Kosovës në formësimin e një shoqërie të drejtë dhe të barabartë. Kushtetuta e Kosovës nuk është thjesht një dokument ligjor, ajo është një dëshmi e gjallë e parimeve të barazisë, drejtësisë
dhe mbrojtjes së dinjitetit njerëzor. Historiku i dërdimit të Kosovës në fakt është dëshmi e rëndësisë së kontributit të secilit. Shumica prej nesh që jemi prezent këtu, dhe kjo tregon dhe moshën tonë, përfaqësojmë gjenerata që kemi parë transferimin e Kosovës nga nëpër 3 sisteme të ndryshme kushtetuese e etapat të karakterizuara me qëllime të ndryshme kolektive. Gjeneratat të tëra që kanë kanalizuar atë dhe dashurin dhe patriotizmin përmes shërbimit. Shërbimit për të organizuar, protestuar, rezistuar, luftuar. Dhe etapat historike kanë transformuar edhe qëllimet kolektive mbrapave të cilave jemi rreshtuar për të kontribuar për të dhënë shërbimin tonë. Së pari për liri, pastaj për pavarësi. Ndërsa pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës dhe miratimit të kushtetutës së shtetit të mëdhetshëm dhe sovran për zhvillim, drejtësi, demokraci. Sot shënohet dita ndërkombëtare e romëve, e cila është kremtim i historisë, traditave dhe kulturës rome, si dhe thirrje për përfshirje sociale. Kjo ditë synon gjithashtu të rrizë ndërgjegjësimin mbi sfidat me të cilat përballet komuniteti rom në të gjithë botën. Presidentja e vendit Vjosa Osmani me rastin e ditës ndërkombëtare të romëve ka pritur në takim një delegacion të Partisë Romëve të Bashkuar të Kosovës, të kryesuar nga Albert Kinolli. Ajo vlerësoi lart kontributin e përfaqësuesve të komunitetit rom në ndërtimin e një shoqërie më të drejtë, më të barabartë dhe gjithëpërfshirëse, duke e cilësuar zërin e tyre si thelbësor në proceset demokratike të vendit. Kesko u ka bërë thirrje qytetarëve për kursim të energjisë elektrike pasi sipas tyre importi po kushton miliona euro. Kesko bën të ditur se ditëve të fundit Kosova po përballet me rritje të ndjeshme dhe të paparashikueshme të kërkesës për energji elektrike, duke arritur nivele deri në 1000 megawatt në orë. Sipas një njoftimi për medje, për shkak të rënjes së temperaturave, kjo kërkesë është të dukshëm më e lartë krahasuar me periudhat e pranverës kur konsumimi zakonisht është më i ulët për shkak të kushteve më të favorshme klimatike. Kesko rekomandon shmangjen e përdorimit të pajisjeve që shpenzojnë shumë energji elektrike, veçanërisht atyre të ngrohjes gjatë orëve të pikut, në mënyrë që kjo situatë të tejkalohet sa më lehtë. Ndërkaq më 11 prill është paralajmëruar mbajtja e një proteste të dytë kundër rritjes së çmimit të energjisë elektrike. Njoftimi është dhënë nga grupi Asnjë Cent më shumë, ku sikurse herën e kaluar pritet që të marshohet në kryeqytet kundër vendimit të zyrës së rregullatorit të energjisë. Shoqata e Kosovës për kërkim dhe shpëtim nga mbrëm ka nisur operacionin e kërkim shpëtimit të shtetasit Ajet Leshi, 26 vjeçar, në zonën malore të Pashtrikut në Shqipëri. Operacioni po realizohet në bashkëpunim me Policinë e Kosovës, ekipin e motociklistëve të specializuar dhe me ekipin për vëzhgim me dron për ta gjetur shtetasin e humbur. Gjithashtu bëhet thirrje qytetarëve që në rast se kanë ndonjë informacion ta kontaktojnë menjëherë policinë. Policia e Kosovës ka bërë të ditur se brenda 24 orëve ka shqiptuar mbi 2000 gjoba në trafik. Sipas raportit të policisë, gjatë 24 orëve të fundit janë regjistruar 67 aksidente në trafikun rrugor, 1 me fatalitet, 27 kanë qenë me të lënduar dhe 40 me dëme materiale. Gjatë kësaj periudhe, policia njofton se janë arrestuar 12 persona për vepra të ndryshme penale, kurse 7 të tjerë janë dërguar në mbajtje. Tregjet evropiane hapen me ngritje pas disa ditë humbjesh, ndërsa Kina zotohet se do ta luftojë deri në fund, derisa lufta e tarifave të Trumpit përshkallëzohet. Tregjet evropiane janë hapur më lart, kurse tregjet kryesore aziatike shënojnë fitime pas ditëve të humbjeve në vazhdën e tarifave të Donald Trump. Kina refuzoi të përulej asaj që e quajti shantazh nga Shtetet e Bashkuara, pasi një luftë tregtare globale e ndezur nga tarifat gjithëpërfshirëse të presidentit Donald Trump tregoi pak shenja uljeje të martën, edhe pse tregjet e dëmtuara të aksioneve ishin të qëndrueshme. The US no longer adheres to free trade.
Qortimi i Pekinit erdhi pasi Trump kërcënoi se do të rriste tarifat për importet amerikane nga ekonomia numër 2 në botë në më shumë se 100% të mërkurën në përgjigje të vendimit të Kinës për të përmbysur detyrimet reciproke që Trump zbuloi fillimisht javën e kaluar. Kërcënimi i palës amerikane për të përshkallëzuar tarifat kundër Kinës është një gabim mbi një gabim, duke ekspozuar edhe një herë natyrën shantazhuese të palës amerikane, ka thënë Ministria e Tregtisë së Kinës, duke shtuar se nëse SBA këmbgul në rrugën e saj, Kina do të luftojë deri në fund. Prodhuesit kinez të mallrave që nga enët e tavolinës deri tek dyshemet po përpiqen të planifikojnë impiante të reja jashtë shtetit dhe po bëjnë pazare me klientët mbi çmimet, ndërsa ata tërhiqen nga tarifat. Ndërkohë Bashkimi Evropian propozoi kundër tarifat e veta ndaj sulmit tarifor të Trumpit që përfshiu 10 vende, çoi tregjet financiare në një kthesë dhe nxiti pritjet ekonomike se ekonomia globale mund të shkojë drejt recesionit. Tregjet e aksionit gjetën një bazë më të fortë pas disa ditë të vështira për investitorët, gjë që bëri që disa lider biznesi, përfshirë ata më të afërt me Trumpin, t'i kërkanin presidentit të ndryshojë kursin. Ishte kjo e tëra për këtë edicion të lajmeve, ju falënderit që na ndoqët dhe miru pafshim në edicionin e orës 15.